Festivali ndërkombëtar i teatrit në Prishtinë mbylli me sukses edicionin e 9. Të shtunën në një mbrëmje festive me shumë mysafirë dhe ndarje çmimesh përfundoi edicioni i 9 i Prishtina International Theatre Festival. Nata përmbyllëse e festivalit ndërkombëtar të teatrove solli shfaqjen Mysafire Rana me regji të Agon Miftarit në Teatrin Kamertal OAB, një komedi që përmes ironisë trajton gënjeshtrat dhe manipulimet në shoqëri. Pas shfaqjes, pjesëmarrësit u mblodhën në ceremoninë e madhe të ndarjes së çmimeve, ku në garë ishin 5 shfaqje të performuara gjatë javës në festivalin Burbuqe Berisha. 9 çmime u ndanë në kategori të ndryshme, të shoqëruara me buqeta lulesh. Çmimin kryesor për shfaqjen më të mirë e fitoi shfaqja Purple nga Bosnia dhe Hercegovina me regji të Selma Spajić. Çmimin e pranoi aktoria protagoniste Tanja Sojić. Çmimi për shfaqjen më të mirë shkon për The award for the best play goes to Purple, Bosnia and Herzegovina. Çmimi për regjin më të mirë shkoi për Harry Thomas, regjisori i shfaqjes greke Petriora, The Story of the Bridge of Arta. Shkon për Harry Thomas. Tanja Sojić u ngjit sërish në skenë për të marrë edhe çmimin për aktorën më të mirë në shfaqjen Purple. Çmimi për aktoren më të mirë shkon, the award for the best actress goes to Tatjana Sojić. Çmimi për aktorin dhe aktorën në rol mbështetës u dha për Ofir Zvejgenbom nga shfaqja Family on a Train dhe për kushtrim qerimin në shfaqjen God Bless America nga Kosova. Offered Zvejgenbom, Family on a Train, Israel. Publiku pati mundësinë të votojë dhe dha çmimin e tij për shfaqjen greke Petriora, The Story of the Bridge of Arta. Çmimi për shfaqjen më të mirë nga publiku, the award for the best play public award goes to Petriora, The Story of the Bridge of Arta. Çmimi special i natës shkoi për Afërdita Morinën dhe shfaqjen franceze On the Heart of the Rose. On the Heart of the Rose, La Française. Shfaqja Purple fitoi gjithashtu çmimin e medias. Dhe çmimi për shfaqjen më të mirë, Media Choice, shkon për shfaqjen Purple nga Bosnia dhe Hercegovina. Çmimi më simpatik i natës, i ndarë nga juria e studentëve, i u dha shfaqjes God Bless America me regji nga Fatos Berisha. God Bless America. Pas ceremonisë, nata vazhdoi me fest, muzikë, ushqim dhe pije.